saj nga antare në Asamblenë Parlamentare të Atlantikut Veriut. Dhe zoti Fatmir Mediu, antar zëvendësues në Asamblenë Parlamentare të OSBE-s. Vijojmë me rendin e ditës, raporti i veprimtarisë vjetore të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vitin 2024. Zoti Muçi ka kërkuar fjalën për replikë. Urdhro. Faleminderit. Sa i përket propozimit të zonjës Tabaku për futjen e rendin e ditës të çështjes ka të bëjë me minatorët e Spaçit, unë me habi pozitive konstatoj që në kuvendin e vitit 2025 Partia Demokratike po përmend fjalën minator dhe sigurisht që mbështes propozimin për shqyrtimin e kësaj çështje. Megjithatë, edhe përderisa u fol këtu për statusin e minatorit, dua të kujtoj që kur ishte 8 vjet në pushtet, nuk e miratoi statusin e minatorit dhe shumë mirë që e propozon për miratim. Shpresoj që të njëjtën gjë të bëj edhe pala e majorancës, të merret me problemet reale të vendit dhe jo t'i përdor minatorët vetëm për retorik. Nga ana tjetër, më bën habi fakti që zonja Tabaku përmendi sot protestën e minatorëve, por vetëm pak metra larg protestës e minatorëve po zhvillohej protesta e pensionistëve për 700.000 pensionistë të cilët janë ende me pensione urie dhe më habit fakti se si deputet e Partisë Demokratike nuk i vun re protestën e pensionistëve, i cili shqetësim jashtëzakonisht shumë i madh që duhet marrë në konsiderat dhe duhet futur në rendin e ditës. Kështu që uroj që si Partia Demokratike ashtu dhe Partia Socialiste të bien bashk në konsensus për të shqyrtuar problematikat e këtyre dy grupimeve sociale. Faleminderit. Zonja Tabaku, replik. Shiko, për Redin, Reda dhe Qorrës që nuk shohen, Partia Demokratike ka propozuar statusin e minatorit këtu e 3 vite të shkuara e kam firmosur unë. Për statusin e minatorit kemi diskutuar e debatuar në këtë sallë parlamenti. Dhe një sugjerim me qenë se je deputet i ri, të bësh opozitën e opozitës nuk të shkon. Sot duhet kishe dalë, ti kishe kërku llogari qeverisë. Ti kërkosh llogari qeverisë pse propozimet e Partisë Demokratike për pensionin minimal, për rritjen e pensionit, për status e minatorit nuk po zbatohen. Në qoftë se sot ka grup më të penalizuar se pensionistët dhe miratorët që duhet ishin me mbështetje më të lartë, meqense kemi këtu edhe një parti që e mban veten për të majt, sot parlamenti duhet kishte folur për këto. Zoti Redi Muçi i sugjeroi që të bëj kauzat e veta, të filloj të flasë në parlament, të sjell propozimet e veta, të mos merret me Partinë Demokratike. Partia Demokratike i ka këto çështje të shenjta dhe e ka provuar. 60 amendamente kanë ardhur për rritjen e pensioneve në këtë parlament nga ana jon. 3 amendamente për minatorin dhe për statusin e minatorit. Është turp të merresh tu me opozitën kur mund t'i kërkosh llogari qeverisë. Përdore parlamentin për njerëzit, mos e përdor parlamentin për të sulmuar ato që flasin për njerëzit. Faleminderit. Zoti Muçi, nuk jepet fjala replik mbi replik. Në zbatim të rregullores.